إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun Azza wa Jalla lavdrojmë, ata falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje të Allahu Azza wa Jalla nga të këqijat e shpirtave dhe veprave tona, ata të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urtësinë e Tij nuk ka kush që humb, ndërsa ata të cilën e lënë në humbje me drejtsinë e Tij nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok. Dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i Tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se fjala më e drejtë dhe më e vërtetë është fjala e Allahut Azza wa Jall, ndërsa udhëzimi më i mirë dhe më i plot është udhëzimi i pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa vepra më e keqe dhe më shëmtuar është ajo shpikura në fe, nga se çdo shpikje në fe është bidat risi, e çdo risi që në humbje, e çdo humbje që në zjarr të xhehenamit. Allahu na mbrojt neve dhe juve prej tij. Vëllezër të nderuar, e këshilloj veten dhe juve që t'ja kem frikën Allahut Azza wa Jall me një frikë të sinqertë edhe mos vdesim ndryshe vetëm se duke qenë musliman, t'ja kem frikën Allahut Azza wa Jall kudo që t'jemi, edhe të pasojmë të keqen me të mirë, se mira e shtyn të keqen, mirë po të sillim me njerëz me një edukat dhe moral të lartë. Na informon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu Azza wa Jall mahnitet prej dy personave. I pari është ai i cili zohet në mëngjes, e lën shtratin dhe mbolesin e tij, i lën të dashurit dhe familjet e tij edhe shkon për t'u falur. E Allahu Azza wa Jall i thot me laçeve, sa nuk e pa të robin tim me i cili e la shtratin dhe mbolesin e tij, të dashurit dhe familjen e tij për t'u falur, duke shpresuar në shpërblimin tim dhe duke pas frikë prej dënimit tim. Ndërsa personi i dytë është ai person i cili merr pjesë në një luftë, e grupi i tij psojnë disfat. Ai është në dyshim a me ikë mu tërhiq, a me u kthy prap në luftë. Edhe kthehet prap në luftë derisa të vdes. E i thot Allahu Azza wa Jall me laçeve, ase po të robin tim, i cili shpresojnë atë që kisha përgatitur për të, mirë po kishte edhe frikë dënimit më ikë prej vijes frontit, edhe u kthy në luftë derisa vdes aty. Dhe këtë e bëri duke shpresuar në shpërblimin tim edhe duke pas frikë dënimit tim. Këto dy çështje, vëllezër të nderuar, që njeriu e shtyn me vepru është ajo se shpreson në atë që ka te Allahu Azza wa Jall prej shpërblimit, mirë po edhe ka frikë atë që është te Allahu Azza wa Jall prej dënimit. Edhe këto dyja duhet bërë bashk si ata dy krat e një shpendi, se nuk ka mundësi një shpend me fluturue vetëm se me i pas dy krah. Edhe besimtari i cili e ka për ndërmend me shku te Allahu Azza wa Jall me shtektu te ai, nuk ka mundësi pa këta dy krah, me shpresuar në atë që ka te Allahu Azza wa Jall prej mirësive, faljes, mëshires, begative që Allahu Azza wa Jall ka përgatitur për robët e mirë, mirë po edhe duke pas frikë dënimit, hidhrimit,
dhe hakmarrjes së Allahut Azza wa Jall për ata që të meritojnë në gjë të tillë. E ky bashkim me këtyre dy gjërave, vëllezër të nderuar, është sifat edhe i melaçeve, edhe i pejgamberëve, edhe i njerëzve të mirë. Se Allahu Azza wa Jall tregon për ata që adhurohen përveç Allahut Azza wa Jall, që njerëzit i marrin si zotra me adhuru, qoftë melaçe, qoftë pejgamber, qoftë njerëz të mirë, thot ulaika alladhina yad'un yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhshawna 'adhabahu. Ata që njerëzit i marrin për Zot dhe i adhurojnë përveç Allahut Azza wa Jall, ata për veti lypin cilë me bë vepra më të mira që më ofru sa më tepër Allahut Azza wa Jall. Edhe pse bojnë vepra të mira, thot yarjuna rahmatahu wa yakhshawna 'adhabahu. Edhe shpresojnë, domethënë mëshirën e Allahut Azza wa Jall, mirë po dhe ja kanë dronë dhe ja kanë frikë dënimit e Allahut Azza wa Jall. Thot Allahu Azza wa Jall për pejgambert, më konkretisht për Zakarian dhe familjen e tij, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Ata shpejtonin si pejgamber dhe familja e pejgamberëve në vepra të mira, mirë po dhe lutnin Allahun Azza wa Jall me frikë dhe shpresë. Mirë po dhe neve Allahu Azza wa Jall kur na ka kërkuar që me lutë Allahun Azza wa Jall ka thonë wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. Dhe lutni atë me frikë dhe me shpresë, nga se rahmeti Allahut Azza wa Jall është afër atyre që janë bamirës. Mirë po pyetja është se qysh mundu me i bashku çto dyja? Qysh me bashkuan jetën tonë, në përditshmërinë tonë, në veprat tona, besa edhe kur na shkon mendja me bë gjunohet tona, mes kësaj frikës dhe shpresës. E thojnë dietarët, kjo çështje është kryk po të lidhur me njohurinë tënde për Allahun Azza wa Jall. Sa më tepër e njeh Allahun Azza wa Jall, aq më tepër ja ki dron, mirë po aq më tepër ki i mbet dhe ki shpresën në të. Sa më ignorant, sa më pak dituri në lidhje me Allahun Azza wa Jall, atëherë balanci këtyre dy gjërave faktikisht ka mundësi me ardhë që me u rregullu. Pra atë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka folë për veten e tina, ka thonë unë jem njeriu që mas shumti kam njohuri për Allahun Azza wa Jall. Mirë po dhe njeriu që mas shumti ja kam dronë Allahut Azza wa Jall. E tregon një hadith tjetër se me tregu se që kjo frika dhe shpresa janë vetëm si gjurmë të detyrisë në Allahun Azza wa Jall, thotë se unë e shoh atë që nuk e shihni. Unë e dëgjoj atë që nuk e dëgjoni. Thotë ka xhemuar qielli. Edhe e ka me hak me xhemu. Se nuk ka, thotë, vend qiell sa 4 gishta, vetëm se aty ka me laçe që e ka qit kryt në sejdë. E thotë sikur të kishit dita që e di unë, kishit me qesh pak, e kishit me kajt shumë, e besa si kishit pas mundësias me bashortet e juve jam më knaq, bile me këndit këtë që e di unë, kishit me dalë në përfusha, në për ara, që e thëmë në rafshnalta, që thjesht me përgjërua dhe me lutë Allahun Azza wa Jall. Se po, Allahu Azza wa Jall ka mëshirë. Mëshira ti e ka përshkru çdo gjë. Mëshira ti ja ka të i kaluar hidhrimit e ti. Po, Allahu Azza wa Jall është ai cili furnizon. Furnizon prej atëherë që e ka kriju gjëllësin deri në përfundim saj. Natë dhe ditë asgjë nuk e pakson nga pasuria e tij. Po, Allahu Azza wa Jall është dhurus. Dhuron atë që nuk e kërkon. Dhuron atë më tepër se që ke kërkuar. Po, Allahu Azza wa Jall është fisnik dhe turprohet. Edhe i vjen marrë që robi me ngrit durë të Allahu Azza wa Jall dhe mja kry mrapsht. Po, Allahu Azza wa Jall ja pranon robit pendimin e tina. Edhe thjesht e shtrin dorën e pendimit ditën mu me pendu me katari natës. Edhe shtrin dorën e pendimin natën mu pendu me katari ditës. Po, Allahu Azza wa Jall është mëshiruesi i dunjas dhe ahiretit. Mirë po në jiru nuk do të me harru se po i njëjti Allah Azza wa Jall i cili edhe fal, edhe dënon, edhe i cili gëzohet, edhe ndonjëherë hidhrohet. Ai i cili ka krijuar xhenetin, e ka krijuar edhe xhehenemin. Pra atë ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se xheneti është më afër jush se rrypi i nallës. Mirë po njëjtë është edhe xhehenemi. Tash varet se në rrugë pe e zgjidh.
E pratë, për me pas qasje të drejt në të kuptuarit në fesë dhe me pas një drejt përshim të marë në rrugën për të Allahu Azza wa Jall, njeriu duhet me i bashku mes këtyre dy gjërave, me bashku mes frikës dhe shpresës në Allahun Azza wa Jall. Shpresë e cila është e lidhur direkt me Allahun dhe besimin e të, me begatit, rahmetin dhe falin e tina, mirë po shpresë e cila është e shoqëruar me frikë. Shpresë e cila të shtin me pa vepra të mira, më u larguar pej mëkateve, se në qoftë se runa Zot mendon se thjesht unë kam mymydin Allahun Azza wa Jall, edhe shpresoj në rahmetin e tina, edhe në qoftë se Zoti nuk na shton neve muslimanëve në xhenet kanë komështie këtu me radh, që është din ndonjëherë shejtani më na dhon si në far sytjesh, atëherë dihet që kjo nuk është më shpresë. Kjo është vetë pëlqim dhe vetë mashtrim. Nga se shpresa e vërtet është ajo e cila ka frikë dhe ka punë. Innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Ata që thot kanë besuar, kanë bërë hijret, kanë luftuar në rrugën e Allahut Azza wa Jall, të tillët janë ata që kanë shpresuar në Allahun Azza wa Jall. Që tina i takon me thonë unë kam mirë me Zotin, ka besuar dhe ka bërë vepra të mira. Ama jo, me thonë valla unë po bëj gjunohe, edhe obligimet nuk po i kry, realisht kjo nuk është shpresë, kjo vetëm mashtrim që njeriu ja bën vetes së tina. Mirë po edhe unën tjetër, njeriu ka frikën e Allahut Azza wa Jall, ka frikë madhërisë së tina, atë ditë kur me dalë për atina, mi po prap kjo nuk e bën që me e çu njeriu në demoralizim, e në dëshprim, edhe runa Zotë ndonjë sëmundje psiqike, nga se innehu la yey'asu min rruhillahi illa al-qawmul kafirun, nuk e hupi mydin kërkush në rahmetin e Zotit, vetëm atë që në besimtar fare. Sa i cili është besimtar, sado që ka bën mëkat, qofse troket derën e Allahut Azza wa Jall dhe gjon atë të hapur dhe Allahu Azza wa Jall pranon pendimet. Pra të vëllezër të nderuar, përfundoj këtë me të dy hadithet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E para, Aisha radhiyallahu ta'ala anha kur e ka dëgjuar ajetin kuranor walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Dhe ata që japin atë që japin, e zemrat e tyre janë të friksuara. Ka thonë, dhe më thonë Aisha i ka thonë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ja Rasulullah, a janë këta ata që kanë bë immoralitet e kanë vjedhur? Ata që kanë bë mëkate e po tutën për Zotit? Thotë jo Aisha, këta janë ata që t'jën fal, e kanë agjëru, e kanë dhënë sadaka, edhe kanë frikën e Allahut Azza wa Jall që mos nuk pja pranuan të Allahu Azza wa Jall. Mirë po edhe unën tjetër thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra atë njeri i cili ka bën mëkate, mirë po e din që e ka një Zot edhe fal për mëkatet, mirë po edhe dënon për mëkatet, e pendohet dhe kthehet te Allahu Azza wa Jall, e Allahu Azza wa Jall thotë robi jam bëri mëkat, mirë po e diti që realisht ka një Zot që ja fal mëkatet, e unë ja kam falër atina, e lusim Allahun Azza wa Jall edhe neve të na i fal mëkatet, dhe të na i fal gjunohet tona. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. Vëllezër të nderuar, kur jemi duke folur për frikën dhe shpresën, këta dy krah të njeriut në këtë botë që don me shtektu te Allahu Azza wa Jall, që të shpresojmë edhe ai që shpreson në faljen, mëshirën, bujarin dhe mirësinë e Allahut Azza wa Jall, mirë po dhe në anën tjetër ka frikën e Allahut Azza wa Jall, qëndrimit para tij, hidhrimit dhe ndëshkimit të tij. Nuk i bashkon njeriu këto dy çështje vetëm se Allahu Azza wa Jall kom i dhon siguri atij që ka frikë dhe kom i dhon atë që ka premtuar, ja ka premtuar dhe ka shpresuar robi i tij.
Për atë ka në hadith vërtet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se pejgamberi sasem e viziton një djalë të ri i cili është në prag të vdekjes edhe po e pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë ç'i shpenin veten. Thotë ja Rasulullah, po kam frikë për gjunohat e mia edhe po shpresoj te Allahu azza wa jall. Po shpresoj në mëshirën e tina. Thotë nuk i bashkohen një njeriu këto dy sifate, këto dy bindje, në këtë moment, vetëm se Allahu azza wa jall kom i dhonë siguri për asaj që e ka frikën dhe kom ja realizuat që e ka i mydin dhe shpresën në Allahut azza wa jall. Pra thjesht t'i bashkojmë këto dyja, në mydin në Allahun azza wa jall, në shpresën në rahmetin e tina. Mirë po t'ja kem frikën Allahut azza wa jall dhe dënimin e tij, i cili është dënim me hidhur, nga se kjo është mendimi i mirë në Allahun azza wa jall, përse na ka thonë pejgamberi sa sem la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih, mos vdes askush prej juve vetëm se të ketë mendim të mirë në Allahun azza wa jall. Allahun azza wa jall lutem që të na fal gjunohat tona. Allahun azza wa jall lutem që na realizon atë që shpresojmë prej faljes dhe mëshirës së tij. Lutem Allahun azza wa jall të na fal neve, të fal prindrit tonë, të fal këtë musliman në përgjithësi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.